Ndryshimet e temperaturave që sjellin këto ditë dimri me dëbore shi, shtojnë ndjeshëm rrezikun e infeksioneve virale tek fëmijët. Mjeku pediatër, Dr. Albert Lama, në një videomesazh të shpërndar nga Ministria e Shëndetësisë, thekson simptomat kryesore që shoqërojnë gjendjet virale tek të vegjëlit. Problemet më të shpeshta janë problemet e infeksioneve virale që prekin kryesisht traktin respirator ose të frymarrës, që manifestimet janë me koll, temperaturë. Ai thekson se temperatura e fëmijës që i kalon 38 gradë Celsius është shenjë që kërkon trajtim profesional në urgjencë. Mbi 39 gradë dhe po e afro atëherë, ky është një rast që kërkon një asistencë spitalore të përkohshme në urgjencë ose në varësi të gjendjes, po në tutje e vlerëson mjeku që viziton. Mjeku Lama këshillon prindrit të konsultohen me mjekun dhe jo të japin antibiotik fëmijëve pa recetën e tij. Të konceptojt fillim trajtimi apo recetë pa konsult mjeku, kjo nuk është diçka që hyn në anën profesionale. Mjekët theksojnë se mënyra më e mirë për të parandaluar gripin dhe virozat është ruajtja e higjienës personale dhe shmangja e vendeve të populluara.